Shpesh borxh I him edhe njerëzve që I kemi më të afërt. Ju e tha që ndoshta borxhet më të mëdha janë fillojnë prej personave që janë më të afërt. Edhe ndoshta tjetri veç hesh, nuk fol. A mujna na me kuptu pak a shumë që ndoshta kemi hi borxh dikujt, ose është koha me shku mi kërku falje, ose është koha me akthy borxhin. Veç në qëtë emision veç për shumë monetare nuk përdu me folja, pa kuptan se është një temë që... Do thonë jo për borxhin material, për borxhin jo material. Po, abden se borxhin material ma kuptu, aden banka vjen tjerë të shpia, thot hajde, se... Po, këto tjerat përdu mi folë për... Qysh me vrejt, qysh I kemi hinë hak të afërmit, ndërsa I vazhdon me hesht. A I vazhdon me hesht. Nga njëherë edhe heshtja është, edhe heshtja flet. Qysh flet? Qysh flet. Me një person e ki një relacion të caktuar dhe gjithmonë ka të folun fjalë, përgjigje, biseda anë I kënej, edhe për një moment ai fillon më nuk s'po përgjigjet, s'po flet. Ti tash dush më interesu çka ka ndryshuar. Po shpesh na nuk kemi analizuar çto vështojmë ajt lese mos. Kush e di çka ka. Gjithmonë fajtorin e lypim të tjetri, ndërsa mënyra më e mirë për me u përmirësu, është në radhë të parë me e lyp fajtorin të vetja. E qysh me arrit që të sen? Nëse, pa tjetër do të me e ba, qysh me arrit është shumë kollaj. Veç më bajnë mend, nëse ja drejton dikujt një gisht, 3 gishta I ke kthy ka vetja. Dhe më thonë, lype 3 fishin e... Interesant po për kjo. Po. Okej. Do më thonë, lype vetën, lype mas parit e vetja. Nuk është pa tjetër gjithmonë ti me konë fajtor. Po, nëso prej vetës. Elimino që të mundësi. Ndryshimi fillon prej vetës në çdo aspekt. Edhe pastaj e shes se tjetri ka gabu. Edhe nëse ka keq kuptu, ti se ke pas qëllime. Ai është prek, ose I ka mbet hatri, pa arsye. Është hatri dhe borxhi njëjtë. Jo, hatri është një prekje e lehtë, mendoj unë. Se mbaret nështë edhe prekje, që a je ma shumë emocional, që tjetë hatri, a nuk je, a pëtin, unë mënoj që qëtu hatri është pak edhe në qëfar loj... Borxhi, po flasim për borxhin jo material. Borxhi është mos përmbushje e obligimet. Okej. Për shembull, ai që I ka prindrit gjallë. Na kemi borxh ndaj prindërve tonë. Na kemi borxh ndaj tyne shumë, s'mundëm me sqaru sa. Borxhi më I madh është ndaj prindërve nëse I kemi gjallë. Po, edhe tash në momentin që cili është borxhi, nuk është borxhi veç me thonë unë e kam borxh ndaj prindërve. A përmene bankën, banka kur thirr me thonë ki borxh, ti thu po unë e kam borxh. Jo, laje borxhin, s'ka ti ki borxh, ta merr shtëpinë, çka kështë një hipotekë ti merr. Domethënë te prindrit, borxhi më I madh është mos përmbushja e obligimit. Cili është obligimi? Mirësjellja, në radhë të parë, për kujdesja për atë sa është e mundon, edhe materialisht, edhe fizikisht, edhe emocionalisht, edhe virtualisht, në çdo aspekt, po. E nëse jetu e përmbush obligimin, atëherë jetu I la borxhet, edhe pse vlen ajo shprehja e te I kalon. Pse duhet me konë borxh fëmia ndaj prindit, për shembull? Po t'i glej e vrash, po du me di... Po, shumë mirë po thonë. Se duhet me konë... Shumë mirë po thonë. Borxh fëmia ndaj prindit. Është aqe qartë pëse duhet me konë, sa që po mundoh me përmbledh me fjalë interesante. Po, krejt çka kemi prej prindërve. Edhe ata, kur na kanë rrit neve, na kanë rrit me shumë dashuri. Mbase dashuria e tyne, çaq e madhe, që ka ra me ramje të lirë, e ka kompenzu mungesën e mundësive materiale. Okej. Na kanë rrit neve prindrit, jo bashkë me komoditet shirrisim ne fëmijët tanë sat. Me mundësit që ata kanë pas. Me mundësit që kanë pas, mirë pa e dashuria e ka kompenzu mungesën e çatyre mundësive. Okej, po. Edhe nëse ne vendosim mja u kthy, hiç kurzo tjetër, le ato anën materiale, as ato anën e përkujdesjes, as po thjesht veç dashurin nëse insistojmë mja u kthy me dashuri, atëherë kena me pas se çajo dashuri ka me na bot ndihemi borxhli. Edhe ka me na bot ndihemi... Shkojmë edhe më tutje, me na shpjegu, po flas normal, mund t'i gëlloj edhe me vrasht edhe ma jo racionale. Por, okej, pas kemi borxh ndaj prindërve tonë. Po që qohet një I ri, thot, pse unë do të më një borxhli, kur unë s'kom zgjedhë me konë këtë jetë. Ata s'm kanë vetë, Ata kanë vendosur me marë këtë jetë. Fatkeqësisht I ndëgjojmë edhe këto gjana tash, po na do të me thonë kështu, kush je ti që me vendos t'jesh apo të mos jesh. Ose ma tregon një shembull gjatë historisë njerëzore se dikush ka vendosur dhe ka thonë jo, unë s'po du me konë. S'ka, po t'ka kriju Zoti edhe s'ki çare pa konë. Kështu që ta shikosh jetën në këtë mënyrë
është shumë dekadente, të kthehesh mbrapa dhe s'ka kurfar kuptimi. Jo racionale, thash, po tregohem. Sakt, është humbje e çdo logjike. Përderisa jeta, a dim pse e bojnë njerëzit këto, pse thonë kështu, vetëm atëherë kur jetën nuk e kuptojnë ashtu si duhet. Se kuptojmë se dhe dyshimja cytje nga djalli. Pa pik dileme. Pra, nëse fillojmë të dyshojmë shumë për këto gjana, ne edhe me dyshu racionalisht, e dyshimi me të shti, me hulumtu për me gjetë një përgjigje, do t'ishte mirë. Ama thjesht me dyshu në gjithë shka, edhe me pas një qasje pesimiste. E lypim edhe gjithpanën kash që shtojnë, atëherë ka diçka që është një cytja. Tash ne egzistojmë edhe këthim mrapa s'ka. Cili prej neve mundet me e këthy ditën e djeshme, jo ma kur kemi qenë fëmi. Para një ore s'mundesh me e këthy. Edhe tash do më thonë çka ka veç për para, veç ajo çka vjen. Edhe të mendosh se nuk i ke borç prindërve, është të mendosh si qenje që s'ka as racio, as emocion, as dashni, as mbi të gjitha një qenje që më s'paku mund të quhet njeri. Borç ndaj nanës se ndaj babës. Më shumë ndaj nanës. Më shumë, po, e kemi diskutuar edhe në emisionin e kalon këtë pjesë. Po i përfshi dy prind. Prind më shuar, tashmë nuk janë në këtë botë, ndaj kujt kemi borç nëse nuk i kemi një jetë prindërit tanë. Borxhi, unë thash, prindërit janë në radhë të parë, mirë po borxh ke ndaj çdo njanit, që ki afër. Që ke lidhje me te. Afër dhe larg, okay. Afër dhe larg. Tash sa më e madhe afërsia, borxhi është më i madh. E mirë, borxhi ndaj krijuesit ton Zotit çu është? Ajo është krejt dimension tjetër. Okay. Ajo është krejt dimension tjetër. tjetër. A përfshihet këtu edhe kjo pjesë? Po, gjithsesi. Çfarë borxhi kemi ne ndaj krijuesit? Po, këtë borxhi ndaj krijuesit na e përkufizon vetë Zoti, kur thot nuk i kam kriju njerëzit për tjetër gjë, vetëm se të më adhurojnë. Po. Adhurimi çka është? Është njohje. Jo, është njohje e Zotit. Njohje kur themi... Si të thojnë a shahadetin? Nisë atë? Po, ama njohja është përjetim, njohja është ti me pranu se ti e robi, ajo është Zoti. Me kryqenjen din që eksiston Zoti. Përveç që eksiston. Për që eksiston Zoti është besim. E dite se dite te eksiston. Nuk është ti mjaftueshëm. Mirë, po ta pranosh që ajo është Zoti. Po. Kjo është shumë e rëndësishme.